60 të dënuar janë liruar nga burgu i Drenovës ditën e sotme si rezultati amnistisë penale, ndërsa nga burgu i Grave në Pojs kanë fituar lirin 11 të dënuara dhe 8 të tjera kanë përfituar ulje të dënimit me 1.5 vite. Besmir Gjezari është një nga të burgosurit në burgun e Drenovës që lanë qelit duke përfituar nga amnistia penale. Ai tregon se është dënuar me 5 vite dhe ka vuajtur 2 vite e 7 muaj për prodhim dhe shitje narkotikësh. Këtë akuzë ai e mohon dhe thot se është dënuar padrejtësisht, teksa akuzon oficerin e policisë gjyqësore. Gjezari thot se ka marrë edhe kërcënime për jetën nga njerëz të drejtësisë. Ishi burgosuri thot se tani do të kërkoj drejtësi, pasi për 2 vite nuk është lejuar as të takoj familjarët. Unë jam akuzuar për lënë narkotike, prodhim dhe shitje lënë narkotike, jam dënuar me 5 vit burg. Sa vojta? Dhe vojta 2 vjet e 7 muaj. Dhe nuk jam kapur me asnjë lloj gjaje. Jam dënuar pa drejtësisht nga ana e prokurorisë të Korçës dhe gjykatës dhe këtë e kam nga oficeri i policisë gjyqësore Mariglen Besha. E kam me tendencë. Dhe kam 2 vite kusur këtu që s'po takoj dot familjarët e mi. Nuk i ka lejuar prokuroria. E qartë që s'kam pasur dhe tërë ndikimi ka qenë nga oficeri i policisë gjyqësore. Me shtequr dhe pa drejtësisht takimi të drejtës së fëmijës, kam një fëmijë të mitur, të moshës 3 vjeçare. Dhe e kam lënë gati një vit e pak. Edhe nuk e kam takuar, nuk e kam parë. Dhe ndihem shumë i kërcënuar dhe i rrezikuar, si unë dhe familjarët e mi. Jam kërcënuar me jetë. Si unë dhe familjarët e mi. Mi kanë kthyer gjërat personale. Për çfarë atë e di oficeri i policisë gjyqësore. Dhe këtë do ta kërkojmë me anën e drejtësisë. Të tjerë të dënuar që lanë qelit ditën e sotme thanë se tashmë do të fillojnë një jetë të re. Këtë po pres djalit më lirohet, ka 1 vit e gjysmë brenda, po e kam shumë të sburrë, e kam edhe probleme të mëdha. Qoja e kanë dhënë me drogë për në Malt, por me drogë nuk e kapën fare në Malt. Në shtëpi nuk gjetën gjë. E dënovën 6 vjet e 8 muaj, po ja ulën dënimin. E lanë 3 vjet e 3 muaj. Sot presim të dalë djali. 3 vjeç. Sa përfitova 1 muaj gjysmë. Një të re ajo dihet. Unë kam bërë 20 muaj se gjysmën e burgut e kam bërë jashtë. Kam marrë dhe 2 amnisti dhe jam me këtë amnistin jam direkt si çdo. Po hajde me gëzuar se edhe 1 vit s'kishim e shumë. Tani deshim ca burg se dem të duhet të bëjnë ca burg. Po duhet të tash djali duhet të hynjë në burg. Mësova. Okej, çdo gjë në rregull. Lidhje me dhunë, nga 9 vite e 4 muaj. Shumë e vështirë ishte. Një jetë e re. Si të tërë tash me punë, me mundme. Lirimi të burgosurve që kanë përfituar nga amnistia penale ka nisur prej orës 8:30 të mëngjesit, ndërsa në ambientet e jashtme të burgut të Drenovës kanë qëndruar familjarë dhe miq, të cilët kanë pritur takimin në liri me të dashurit e tyre.